auditime do jenë të jashtëzakonshme, kush janë, si janë, çfarë do të bëhet. Pra, le të zbardhet. Pra, shiko çfarë thot kryeministri tjetër. Ai thotë që kemi refuzuar, thot 2 herë apo 1 herë kemi refuzuar, po çfarë ke refuzuar? Kush është pritshmëria jote? Pse mos ta dim ne pritshmërinë që ke ti? Dhe me bukur e dikush është që edhe opozita vazhdon në autobus, as kërkon asgjë, pra nuk bëhet asgjë transparente, dhe prandaj thash që dalin dhe ministrat dhe din më pak se ç'din qytetarët dhe vazhdojnë me pelikanin dhe ata. Pra tim edhe tani që flasim ne, asnjë sqarim, zero sqarim. Di çfarë thuhet? Thuhet vetëm, po s'ka projekt, ç'a keni ju? Pse për ti? Po ç'a ka thuheni? Pra, që kërkoni nga investitori? Që kërkoni, thuajni? Miliona euro dhe s'ka projekt. Duhet ta shohim pak në disa aspekte. Përpos kësaj që kolegët thanë, transparenca mungon, nuk ka një studim vizibiliteti, nuk ka një publikim, nuk ka një komunikim me grupet e interesit e të tjera. Unë e shikoj si pozitive si investim, e para. E shikoj geopolitikisht, këte investime shikoj dhe geopolitikisht. Jemi në një situatë teje të rëndë, ju po shikoni pak, dhe këto lloj investime na japin dhe një siguri vendit. Përpos kësaj që në arenën ndërkombëtare këto lloj brendesh të bëjnë të njohur, por unë shikoj një mundësi më e mirë nga siguria. Kështu që do të thoja që ne na duhen këto investime. Na duhen edhe shumë si këto investime, pra si Sazani, si Zvërneci, nese do kemi Darzezën, është sigurt, është në projekte dhe Darzeza. 12 projekte gjigante. Njën gjigante, këto të na duhen. Por, bijem të gjithë dakord që transparenca, emrat, investitorët, komunikimi duhet tjetë në nivelin më të lartë. Mos kemi këtë lloj probleme. Këto janë probleme që gjithë na bëjnë të mendojmë që ka gjëra të fshehura. Okej. Unë do doja shumë të dija që si ka mundësi që kryeministri një vend i dhuron në një zonë të mbrojtur, një peisazh të mbrojtur, pa një projekt i jep dhe i beson të gjitha këto që edhe juve jeni dakord edhe unë jam dakord nëse do ishin të vërteta. Pra praktikisht është dhuruar një tokë apo është dhuruar një projekt, gjithmonë në kuotën e fjalëve pa pasur një projekt konkret, pa u dorëzuar disa dokumente. Është ndryshe Sazani. Në zonë të mbrojtur nuk kemi një plan konkret. Qartë. Okej, Erion? Olti, jo, e thash diçka. Mirë, në rregull. Atëre, shumë thjesht, unë them që çdo njeri që proteston i bën derat dhe ut vet, edhe sikur ta ketë kauzën e gabuar. Unë kam thënë këtë fjali dhe mbani mend. Protesta është vajza më e bukur e një kombi. Për mendimin tim, modest, aq sa kam unë. Së dyti, bashkohem me mendimet e kolegëve që ujku mjegull do. Pra ka një mjegull aty dhe kjo mjegulla ka krijuar gjithë problemin. Së tretë jam 100% i sigurt që kanë futur gishtin edhe të tjerët për ta bërë këtë situatë dhe për këtë garantoj, por kjo nuk e prish pastërtinë e njerëzve që kanë dalë me bebet aty, në protestë. Që kanë dalë me protestë me bebet dhe kërkojnë një jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Pra kjo nuk e prish. Por un kam një zgjidhje. Për të zgjidhur problemin e transparencës, për të zgjidhur problemin e cilësisë së turizmit, për të zgjidhur problemin e cilësisë së protestës, për të zgjidhur problemin e atyre që do përpiqen ta prishin protestën, zgjidhja është Dorelan. Flini gjumë në Dorelan dhe të gjitha shqetësimet tuaja largohen. Sa se kishe zgjedhje të reja. Po që e bërë briljanti këtyre mesazheve promocionale. Jemi në moshën e budallit. Mirë, shkojmë në